Muaji i Ramazanit, çfarë duhet të hani dhe çfarë jo gjatë syfyrit. Muaji i shenjtë i Ramazanit ka nisur. Ramazani është muaji 9 në kalendarin islamik, gjatë të cilit Kurani u shpall për herë të parë në mbar botën. Gjatë këtij muaji të shenjtë, njerëzit në komunitetin musliman agjerojnë. Në këtë agjërim një mujor, njerëzit han ushqime të caktuara në orët e hershme të mëngjesit, që quhet syfyr, dhe më pas nuk han dhe nuk pinë gjatë gjithë ditës dhe agjerojnë pasi falin namazin në orët e mbrëmjes me hurma dhe ushqime të tjera. Ushqimet që duhet të hani gjatë syfyrit: karbohidrate komplekse. Sipas ekspertëve, ushqimet që janë të pasura me karbohidrate komplekse ofrojnë një çlirim të qëndrueshëm të energjisë. Për shembull, ngrënia e drithrave të plotë si tërshëra, orizi kaf, elbi dhe buka e grurit të plotë mund t'ju ndihmojnë të gjeni energjinë gjatë ditës. Frutat dhe perimet. Frutat dhe perimet janë të pasura me vitamina, minerale dhe fibra. Ato gjithashtu kontribuojnë në hidratim. Zgjidhni fruta hidratuese si portokallet dhe manaferat. Perimet si kastraveca, domatet dhe zarzavatet me gjethe mund t'ju ndihmojnë gjithashtu t'ju mbajnë të hidratuar. Ushqime të pasura me proteina. Proteina ju ndihmon të ndiheni të ngopur për periudha më të gjata. Sugjerohet përfshirja e burimeve të proteinave si vezët, produktet e qumshtit si kosi, djathi, mishi pa dhjam si pula ose gjeli detit, peshku, bishtajore, fasulet, thjerëzat dhe qiqrat dhe arrat gjatë syfyrit për të qëndruar aktiv. Yndyrnat e shëndetshme. Përfshirja e yndyrnave të shëndetshme mund t'ju ndihmojë të ndiheni të ngopur. Avokado, arrat dhe farat, vaj ullirit dhe peshqit e yndyrshëm si salmoni janë opsionet më të mira mbi të cilat mund të mbështeteni. Pijet hidratuese. Sugjerohet të pini shumë lëngje për të parandaluar dehidratimin gjatë orëve të agjërimit. Uji është zgjidhja më e mirë për hidratim. Mund të përfshihen gjithashtu pije hidratuese si uji kokosit, lëngjet e frutave pa sheqer të shtuar dhe çajrat bimor. Hurmat. Tradicionalisht hurmat konsumohen për të prishur agjërimin gjatë iftarit, por mund të përfshihen edhe në syfyr. Hurmat janë të pasura me sheqerna natyral, fibra dhe lëndë ushqyese, duke siguruar një burim të shpejtë energjie. Patate ëmbël. Ato janë burimi pasur energjie me karbohidrate komplekse të pasura, fibra dhe vitamina të tjera. Gjithashtu, ato kanë një indeks të ulët glicemik që ruan energjinë për një kohë të gjatë. Supa dhe lëngje mishi. Konsumimi i suprave ose lëngjeve të bëra me perime, mish pa dhjam ose bishtajore mund t'ju ndihmojë të mbani të hidratuar dhe të siguroni lëndë ushqyese thelbësore për trupin. Ushqimet që duhen shmangur gjatë syfyrit. Ushqimet e skuqura dhe të yndyrshme. Ushqimet që janë të pasura me vaj dhe yndyr mund të shkaktojnë parehati dhe mund të çojnë në etje gjatë orëve të agjërimit, prandaj konsumimi i tyre gjatë një vakti, në vaktin e syfyrit, nuk sugjerohet. Ushqimet me sheqer. Ndërsa pak sheqer është i mirë, konsumimi i ushqimeve tepër të ëmbla mund të shkaktojë luhatje të nivelit të sheqerit në gjak, duke çuar në ndërprerje të energjisë më vonë gjatë ditës. Duhet të përpiqeni të përmbaheni burimeve natyrale të sheqerit dhe të shmangni sheqerin artificial. Ushqimet me natrium të lartë, ushqimet e pasura me krip mund të rrisin etjen dhe mund të çojnë në dehidrim. Sipas ekspertëve, marrja e tepërt e natriumit mund të shkaktojë probleme të tjera të rënda shëndetësore dhe për këtë arsye duhet të shmanget. Ushqimet pikante. Ushqimet pikante mund të shkaktojnë parehati dhe urdhë, veçanërisht në stomakun bosh. Është më mirë të konsumoni ushqime të buta ose me erëza të moderuara gjatë syfyrit. Duhet të shmanget marrja e speci djegës të kuq dhe djegës të gjelbërt në syfyr. Pijet me kafein. Pijet si kafeja dhe çaji të cilat përmbajnë kafein mund të çojnë në dehidrim. Ndërsa një sasi e vogël mund të jetë në rregull, marrja e tepërt e kafeinës mund të rrisë etjen dhe gjithashtu t'ju bëjë të ndiheni letargjik. Ushqimet me fibra të larta. Ndërsa fibrat në përgjithësi janë të mira për tretjen, konsumimi i sasive të mëdha të ushqimeve me fibra
të lartë si fasule, thjerëzat dhe perime të caktuara mund të çojnë në fryrje dhe pareati gjatë agjërimit. Ushqimet e përpunuara të tilla si ushqimet e paketuara, ushqimet e shpejta, ushqimet e konservuara dhe ushqimet e mbushura me konservues shpesh përmbajnë sasi të lartë të yndyre, kripe dhe aditive jo të shëndetshëm, të cilat mund të mos jenë ideale për syfyrin. Ushqimet me niseshte. Ushqimet me përmbajtje të lartë, niseshte si patatet, orizi dhe tërshëra gjithashtu duhet të shmangen gjatë syfyrit për të mbajtur zorë të shëndetshme gjatë ditës.